dhe Hashim Thacin. Me që përmendët Hashim Thacin, ju mund t'jeni luftëtar, mund t'jeni antar partie, mund t'jeni pesnik, mund t'jeni ushtar, çfarë të dojë që t'jeni. Unë di një gjë, që në Kosovë, fill mbas 12 qershorit të 1999-s, janë vrarë udhëheqës të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dakor? Ka. A veç udhëheqës Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk janë vrarë ushtarë të ÇK-s. Mas luftës. Ta që janë vrarë pa luftë. Janë vrarë pa luftë. Ndëgjë zotëri, fjallë për fjallë. Unë jam një ndër i akuzuri për vrasjen ose tentim vrasjen e Adem Calijit. Ish kryetari i Lidhjes Demokratike të Farizojt. Nuk më duhet se çfarë je ti, zotëri. Prit. Dale. Nuk shkoj te persona konkret. Unë shkoj politikisht. Pjesëtarët e UÇK-s që qeverisën mbas i mbaroi lufta kanë ekzekutuar ushtar ose pjesëtar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kush sipas teje? Kush sipas teje? Kush zaçe? Jo. Nuk kam ardhur këtu që të bëj inventarin e personave që janë vrarë. Kam ardhur këtu të them që ata persona që kanë quar në Hagë për të gjykuar, ata i gjykohen, do marrën atë që u takon. Nga LDK-ja ka shumë akuza lidhur me udhëheqjen e UÇK-s, ka shumë akuza. Domethënë të Partisë Demokratike të Kosovës, jo të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Këto i diu. Këto i dini dhe ju. Mirë, a akuzohen Janë në Kosovë, zotëri. Ti Iris, a akuzohen që ata burra të cilët janë duke u mojtur peng nga gjykata speciale, a akuzohen për ndonjë shqiptar apo për serb? Ti si Iris. Nuk e kam. A? Se kam unë për dhe drapur. Nuk e kam unë. Se kam akuzën unë për dhe të merë atje. Po mirë, ty të pyta unë, mas i pëllu do të më dënu ata. A akuzohen që ata njerëz për ndonjë shqiptar apo për policinë serbe dhe ushtrinë serbe? Sadri. Urda? Po. A kishin ndonjë tjetër për të diskutuar? A ki diçka tjetër? Pse thua për Ramushin, për generalin Ramush Haradinën thua dhe ta mësosh shqipen? Atëherë një gjë. Kam thënë kështu. Kom dëgjuar që ka thonë. Shtylluar Kosova nga forcat nga UÇK-ja dhe në datën 12 qershor që erdhën forcat gjermane në Prizren. I heq kapelin Ramush Haradinës për luftën që ka bërë, për gjakun që ka dhënë si familje, për sakrificat që kanë bërë si familje tjera. Nga momenti që Ramush Haradinaj firmosi dhënien e 8.000 hektarëve tokë, Malizi jam absolutisht kundër tij dhe duhet të jetë dorëheqje nëse nuk mund ta bënte ndryshe. Kjo tjetër, kjo pjesë tjetër. Kjo thonë, Ramush Haradinaj dhe ta mëson gjuhën shqipe. Si? Keni thonë për thot, keni thonë në emisionin tim Zoçe që Ramush Haradinaj do të më mësoj më mirë gjuhën shqipe. Po. Jo. Kjo thonë. Nëse kam thënë të mësoj shqipen, patjetër që kam thënë, nëse ka përdorur ndonjë fjalë që nuk i shkon gjuhës shqipe Ramushi. Apo mpret pak. A më dëgjon? Ramush Haradinaj. Mas por e ka mësuar gjuhën shqipe, analfabetin e gjuhës shqipe, 36 shkronja, edhe e ka marrë kallashin e llohin luftë. Nuk ka lidhje pse është familje dashmorëve, Sadre. Ai Leoni dhe Shkëlzini e kanë bërë punën e vet. Ata janë për veten dashmorë të kombit. Kurse Ramushi është një luftar që turp është ta fyç. Po zotëri. Edhe jo veç Ramushin. Po dëgjoj. Çdo ushtar te ushtrisë qeveritare, të cilën e fyn ti është turp për ty. Ti, se e kum dëgjuar në emisionin mirë, ai djali tha ty patriot. Ti erë me patriotizëm s'ki. Edhe ti veç shqiptar si je. Asnjëri buhet nuk jete. Zoçe, ja mos të kalojmë në ofendime, po. Dëgjom çik mua.
Unë e shoh ku e keni mlefin me mua dhe ku e keni inatin, se unë jam antikomunist. Zotëri, edhe njerë, në qofë se kam thënë që të mësoj gjuhën shqipe, patje që diku ka gabuar që e kam thënë, se kam thënë kohë. Kjo për qështu ke thonë? Zoqe Put, falenderojmë shumë Zoqe se edhe jemi në lidhje me Skype edhe nuk kem mundësi me zgjat më shumë për shkak kushteve teknike. Faleminderit shumë që u lajmërove. Bazë Shaban, pak a shumë i tërhuaj si fjalë, Zoqe Islami. S'kum thonë, s'kum bon, ç'tu tha? Po ka kjo avokati i Shqipërisë. Edhe dëshmitore ku të shkësh, para gjykatës kur dilsh. Nëse nuk e ke po me sy, me të ndëgjume, me të nime, me shpifje, me rana, edhe gjyqi nuk ta pranon si provë, si dëshmi. Dhe nuk të falet flasësh. Nuk të falet. Në komunikimi publik thuash